sot në nari Someone por është vështirë t'ja darin So bow down to the king and the queen, yo Bow down to the king and the queen, yo Qoja më naltash, qoja më nal Domenio ka bohet shumë hat Qoja më naltash, qoja më nal Domenio ka bohet shumë hat Qoja më naltash, qoja më nal Domenio ka bohet shumë Respekte shqiptarë shqiptare! Përshëndes të gjithë shqiptarët që për herë të fundit kanë pa fare me sy në kohën e Fatos Nanus. Përshëndes të gjithë juve që shkonin plazh me bukë me vete dhe ju politikan që hani vetëm gjona deti kur shkonin plazh dhe mos harani. Hallin ose çojen spak, o si dhe genet, ta zidhim tak fak. Çojem nalt ma, çojem! Ajde lor, ajde dhe ju shqiptarë në spintuin në tak fak. Shëndet e pare të keni gjithë bashkë. Hajde! Ka nis plazhi. Ka nis. Po ka nis turizmi jon elitar. Elitar the? Dhe e diti se si e kemi turizmin? Neve? Po. Po shumë të bukur e kemi, shumë të mirë e kemi, më buri dhe si asi vend e botës nuk e kemi. Bravo, Dori. Gjatë gjithë kohës jemi në zhvillim. Ashtu. Dhe kjo nuk është propagandë, ti botë shkosh në Durrës, ti nuk e ke iden. Rëra është kristal, deti është kristal, me roje plazhi. Ore, qa s'ke aty? Edhe farmacigje, edhe berber kënë mes detit po të them. I kemi të gjitha i kemi. Zëre se dëgjova Edi Ramën të folë për turizmin. Faleminderit. Ashtu. Po kape në një me dorë, Dori. E ka pur. Se e keni marrë mësysh, se e dini se si është turizmi o shqiptar? Po si është, më si është? Me brek në përkëmbë. Me brek plazhi? Me brek plazhi. E pa mirë. Shikojeni pak, se pam kësaj radhe zonën e Durrësit. Durrësi është turistik jo vetëm për lashtësinë e tij. Si vend të bregdetar është i vizitueshëm, i pëlqyeshëm, është një vend i bukur. Plazhi i Durrësit është plazhi kombëtar më i madh në Shqipëri. Këtu vinë për të pushuar edhe mijëra turistë të huaj nga Gjermania, Austria, Italia, Franca, vendet skandinave, Spanja, Turqia, Austria e të tjera. Miqtë të Tak Fak, përshëndetje, jemi këtu në plazhin e Durrësit dhe kemi ardhur për disa gjëra shumë specifike për të pyetur njerëzit. Ore, çfarë bëhet me këto rojet bregdetare, si është sezoni, sepse sapo ka filluar, po pse jo, edhe të ulemi me njerëzit në ato çadrat në vendin ku ata janë dhe të shohim a vijon tradita për të marrë bukë me vete? E shohim. E ndjekim gjithë bregun bashkë dhe vijojmë. Sigurt me gjërat nga shtëpia, me fjalë, sepse i kemi bio. Ke pak shuroje bregdetare këtej, se duhet ta kunjonin këtu që të bëjmë çik muhabet. Kam femër edhe nuk ja di tash me fjalë se kush horoje, kush është shumë edhe nuk. Se femrat nuk mytet? Po nuk e kam. Jo, sikur zotit, jo se unë hyj këtu në konta dhe nuk ja di. Unë që në rrika i një dal, po tash ja horoja, po çfarë se di, me fjalë po. Andov të vinë hypin për fotografi, po merr mendja se çdo vend duhet të ketë një qendër shëndetësore. Ja, që jam këtu, as siroj s'kam pa. Ka as qendër shëndetësore, s'ka as bajndje në mbyllje, s'ka as gjë fare. Me tani kryesor që thash dhe në fillim është problemi i shkonjave. Ja, shko, diqa. Ja. Ky është një vend roje për rojet bregdetare dhe sigurisht që unë do të kërkoj nëse mund ta gjej një rojë bregdetare, por vendin tashmë e kemi këtu dhe sot jam duke e bërë unë rojen. Nuk jam mbush syrin. Do të shohim gjatë gjithë bregdetit. I gjithë bregdetit duhet të jetë i mbushur me vende të tilla, po jo vetëm vende, duhet të ketë roje. Ore, po kërkoj këto vëndëroje, qendra shëndetësore, o e gjej o s'ka, edhe kur janë tubat, s'po gjej rojet. Ke pa një roje bregdetare? Po nuk kam shiku, më thënë drejtët. O zotri, kam një orë që po kërkoj këto rojet bregdetare, a ke pa një nga këta? Asnjë s'kemi parë. Televizor kemi dëgjuar që ka qendra shëndetësore, po ne s'kemi parë, s'kemi dëgjuar këtu. Lek këtu të shkoshim për restorante. Restorantet janë, po kur ke lek tresh. Hapim termosët. Bukë me djathë me domate. Shëndetësore, bë prit pesës, po hën gjithë prej herë. Aha, ti thunë pushimet e tjera? Ore, po këshu roje bregdetare, ku është mëse po e kërkoj? Po, s'ka para. Si s'ke pa ti roje? Po kull, ke pa? Ja. Unë s'dim se ose më rinë Greqi tash, unë kam marrë turistë.
Mori një muaj dhe iki. Po mirë, atje kur bën plazh në Greqi, diti ku janë qendrat shëndetësore? Po, të gjitha. Po, si fillim tani dhe... E fillojmë pa roje, e mbyllim me roje. Në base do... Në viti tjetër. Po s'kam pat nuk kam qenë mirë, nuk kam pat në interes përse për këtë qendrës shëndetësore. Në interes jo, po do ta kishe pa me sy se kur të kesh interes larg qoftë është bon për. Nuk jam intereson për punë. Në roje bregdetare ke parë këtu? Urdhra? Roje bregdetare. Roje bregdetare, po. Shërbimi të them si nga çdo lloj gjëje është okay. Ku është? Ka mundësi që mos të ketë. Gjithat kanë ecur shumë para dhe ne jemi okay, kaq. Që falonja. Kishte roje bregdetare? Po. I shikoje me sy? I shikoje. Po. Kurse ka cool mas kaq kohësh, o sa kohë kam që eci gjeta. Se gjysmën e vijës bregdetarit asaj që quhet pjesa e plazhit të Durrësit dhe më në fund me shumë zor kemi gjetur një qendër shëndetësore. Tentuam që të kishim një intervistë për sa i përket pjesës të punonjësve, por na thanë që nuk kanë autorizim. Tani do tentojmë a kemi ndonjë qendër shëndetësore deri në fund fare, deri në Golan. Ne jemi qendra shëndetësore Mali Robit, që mbulojmë zonën e plazhit për rrethin Kavaj.
kemi dhe një ambulancë që e kemi të gatshme për çdo lloj emergjence shëndetësore për zonat përreth. Jemi në shërbim 24 orë, në shërbim të turistëve, pushuesve qoftë vendas apo të huaj. Deri më tash sezoni ka qenë i qetë, kemi pasur raste, por raste që fatmirësisht kanë qenë raste mesatarisht të lehta. Via bregdetare ka Golemi, ka Shkëmbi Kavajës, ka plazhi i Durrës, ka Spilleja, por qendra jon ka në funksion edhe ambulanca 24 orë. Stacioni shpëtimit apo mbrojtjes jetës në ujë. Çfarë ka ky stacion? Stacioni shpëtimit duhet të ketë mjetet bazike, që janë bovat e shpëtimit, të dyja këtu, të cilat shërbejnë në momentin kur një pushues notar është në vështirësi, i hidhet dhe të mbahet pa pluskuse mbi ujë, i hidhet dhe të mbahet për ta shpëtuar dhe pastaj të tërheq me litar. Është komardarja e shpëtimit që ndodhet në anën tjetër. Është sirena e alarmit për t'i bërë që të gjithë alert që nëse ndodh diçka të kenë vëmendje për ndihmuar rojen e plazhit. Dhe pastaj pjesa tjetër është mjetet e ndihmës shpejt për në një çarje të vogël për në një kështu, derisa të vi ndihmë më specializuar nga shërbimet shëndetësore. Nuk është e thënë që të jetë një roje për secilin parcel plazhi, se parcela mund të jetë shumë e vogël, por ka një parametër të caktuar në dijenin time të 70 deri në 80 metra hapësirë plazhi që mund të bashkëpunojnë parcelat për të patur një vrojtues. Për sot mos e vrisni menjen, ha? E ka rrit bregdetin takfaku. Për nesër çfarë do bëjmë? Do jemi vëzhgues, s'kemi çfarë më bë. Për sot e mbyllim turnin, shihemi nesër. Shishi. Ç'a bëmë? Na thret puna. Ti kanë tërte, ti kanë gëlltime ma të shoh. Qara lamet detin. Po shiko, qa zogj shmodori. Janë dy. Bo, shumë bukur. Po më falë, këtë çupën nuk e peti, apo vetëm detin shikon? Këtë? Po. Qyqa? Luana Vjollca pas ka fillu punë roje plazhi. Jo, mërdo. Kjo është legendarja. Kush me? Pamela Andersoni, roje plazhi në Amerikë, modora. Pamela Anderson. Po nga këtu e pe dhe vetë. Ato roje plazhi që ishin, edhe kur i gjetëm, nuk dinin not. Po nuk dinin. Po nuk dinin, nuk dinin. Më mirë ato që s'din not se sa po të veni këtë çupën këtu, a? Pse? Se po vut këtë çupën, ma e men, kam për të myt burrat ke bregu. Nese, gjithsesi, ky Rubi i pat gjitha. E pedheve doli llafi im që turizmi jon është me brek plazhin në përkëmbë. Nese atë Rubin është për ta myt aty në vetë. Tisha unë aty, kisha për ta myt me durët e mia apo them. Po pse mo çfarë na bën këto kështu? Fali sekond tani. Në Durrës ka shezllona, ka hotele, çmimet janë mirë, standard domethënë. Ka me hongër e me pi. Po ka më vër. Po ç'a doni ju më dha? Na do keni roje plazhi juve. Mësoni notin. Le të bëhet me ligj, të bëhet me patent noti. Siç është makina. Kush ka patent futet në det. Kush s'ka patent ti dali për jashtë. Në fakt ke të drejtë. E pra, se vetëm roje parkingu gjen nëpër Shqipëri, se roje plazhi hiç fare. Po normal, po të bi më mirë me rujt makina se me rujt njerëzit. E pra, tani me kërkesë shumë të madhe nga populli, ne sjellim prap në Tak Fak Hit Parade! E di kë kemi? Kë kemi? Atë shokun që konkuron gjithmonë për të u bërë deputet, po hiç. Kush është ky më? Endri Shabani. Endri Shabani, pa hënjer? Ca fëmijë me edukatoren u futën tek oborri i zyrës. Nga kati 2 tash, aty poshtë kishim një podium. Edhe filluam morëm me radhë podiumin dhe imitonin Sali Berishën. Fëmijë
6-7 vjeç, kopshti, mosha 5 vjeç. Dakor, po. Se ato që sa kanë qenë unaj që imitojnë të gjithë. Kjo ishte, në fillim ne po qeshtim, pastaj një moment pa dhe një moment trishtimi, thash ore, ne kur kemi qenë klas parë imitonin Berishën. Po qa keo, Endri, qa keo, O Endri, ta thot vlaj, po pse çuditesh më burri dheu? Jo vetëm ti, po edhe fëmijët e tu, edhe fëmijët e fëmijëve të tu, Berishën do imitojmë, se qa kujtove ti e? Dalje, vlla. Ha. Po dalje. Qa kemi, qa kemi? Po pse kaq shumë doroj Berisha? Shiko këtu. Nuk e di se sa doroj Berisha. Di që ne do vdesim, ama Berisha do jetë gjallë. E po, rof demokracia, rof doktor Berisha dhe roft edhe Tan Hoxha për këtë që ka thënë. Qa ka thonë, më bu? Një gjohe. Ne na akuzojnë se edhe na thonë që ne përdorim kodin e besës. Po ke partit e këto që kanë dalë deri tani, besë gjykundja ty, po vetëm besë nuk ka ty. Ta e një intrigë gjatë. Hyrë sot në çdo media botërore dhe thot, mafia shqiptare përdor kodin e besës. Ata e fusin njëri tjetrin na mëngjesin dark. Qa ke? Po si, ja fusin njëri tjetrit? Po pra, shgëlldip. Po Tan Hoxha e di mirë se ka qenë aty në mes. Si, mes? Po e thot vetë Tan Hoxha. Gjithmonë ka qenë mes ngjarjeve. Dhe nga Tan Hoxha do shkojmë tek presidenti imi preferuar. Kush është ky më dha? Bamir Topi. Jepi, bamo. Turizëm që shërtisin rrugëve të Tiranës, se ne e shohim tash llojin e standardit që vjen këtu. Që shkojnë nëpër dyqanet e byrekëve, byrek e Kos, dhe quajnë si një arritje të madhe të shkojnë vizitojnë bunkerin e Kos komunizmit. Ky është mjerim. Ky është mjerim i dashur. Ka drejtë doni, ka drejtë lodhur. Po të drejtë. Po të mbaruar janë. Buk e Kos, madje Bamir ti pas ke parë zengjin turista. Unë kam parë që hani vetëm buk, pa Kos. Pastaj o Bamir, po nuk janë gjithë formati jot mordial, kupto? Nuk hajnë gjithë krudo, Buk e Kos hajnë gjithë me tjerë. Ky është shumë. Tjetër gjë, i si ha Bamiri, nese vazhdo ke vendi tjetër. Po normale, nuk mund të hanë edhe turistat si puna jote, Bamir. Jo, se ngecën fyt. Nga Bamiri. Po? Do shkojmë te një shoku Bamirit. Ke kush më? Muslim Murizi. Po, ha? Mund të ketë çon gjaj, mund të ketë xhaxha, mund të ketë daj. Jo, ky ka ardhi tjetër këtu. Ka që kisha humë mund jetën time dhe kam që martu me gruta, që jam martu me burë dhe jam knaq, ky Gonzato, që është ky. Që nga losoj tjetër ky. Presidenti i BE-s. Nuk po sa qenë edhe i OKB-s-ja. Po të drejt ka tjetër me burra. Po shumë mirë edhe, po pse ma thuti gruja e Makronit? Po sepse zyrtarisht gruja e Makronit. Mund jetë xhaxhaja, mund jetë gjyshi. Jo. Po ç'ke Muriz tani që merresh me gratë botës? Sa tha ky më Makroni tha. E ka si burr. Po ç'punge ti më vlla se si e ka? E diti pse ka marrë jetë apo jo? Se kam folur me atë. O vlla i e ka atë edhe shok. E ka edhe babë, edhe xhaj, edhe daj, po ç'punge ti më vlla? Ora ai është alamet burri o vlla. Nuk shu alamet gruaje. Se, dhe tani doro. Po. Në vend parë. Është më i miri, më i dashuri. Lumë Shqipëria që e ka, po Shqipëria nuk e shijon dot se tani ai është brenda tek 313-a. Ilir Meta. Ilir Meta. Zoti Meta, si po e bëni telefonatën tani? Lejohet apo është nga ato telefonat e burgut? Është telefoni i burgut. Okej. Lejohet. Unë fakt sa u ktheva nga infermeria se bëj kështu her pas here për qef kështu me matje tensioni. 7:11 nuk lëviz këtu, është një gjendje e jashtëzakonshme, të gjithë parametrat janë shumë lart. Kështu që jemi shumë mirë, jemi si në kavalishencë. Ku ka qenë kavalishencë e Ministrisë të Mbrojtjes? Shqiptari për sa tjetjeta, gjithë më paqim, o Ilir Meta! Të përshëndes! 7:11 tensioni dhe jam shumë mirë, si në konvaleshencë. Po tamam, ora vlla, nuk është në burg ai, ai është ke prestigjë rezortit apo vlla. Kaq mirë ja kanonë. O Liro, kaq po them, ta kisha ditë që e pëlqeje kaq shumë burgun, kisha fol me çunat, kishin fut më përpara. Tani na jep ne pik ujë. Pim ujë xhan, dhe do pim ujin më të mirë në Shqipëri o shqiptar dhe ujin më
të lehtë. Si quhet? Uj Fab. Fab. Ne pim uj, dora kush e di çapo pi Ilir Meta. E di unë çapo pi. Shampanjë. O talusha o Ilir Meta. Denunțu-ne në numrin tonë në WhatsApp 068 900 90 50 dhe ne ju përgjigjemi tak. Në dërgoni foto dhe video denoncuese. Ne ju japim hapësirën e duhur. Ku shkuan? Ku janë? Qa po ndodh me ato? Qa ke motori? Se të mërshme. Qa ka ndodhur? Se të mërshme. Po qa me ndonë, vla? Ku shkuan, Dev? Ku shkoj? Këto ministra deputet tani me pushime. Me ato palo roga që kanë, duhet thënë. Ku shkuan, me kë po rinë, me kë po i kalojnë netët. Ku flenë, se janë familjarë, kanë fëmi, ku flenë në për ato dhomat e vogla kotece. Me 2 qika lek. Të vështire kanë edhe vuajnë shumë. Ta the me sinceritet, lodhen gjithë vitin për ne. Dhe vjen puna edhe ato 15 ditë të poshtra pushime me Zia Dalin. Rëzi kanë marrë buk me vete. Golemon bëjnë gjithë. Me vjerrat me vete. Por, o zot, para se ta kyçnin parlamentin, i 100 të ca deputet. Burra e gra. Të majt e të djathtë, u mblodhen për shëndetin. Për që shëndetin? Për shëndetin e kafshve. Shëndetin e kafshve? Bravo! Hau! I keni rogat, dietat dhe votat që u ka dhënë ky popull, se mendoni për shëndetin e kafshve dhe keni haruar ata që u kanë ulur në ato karike. A, në fakt, se kafshët nuk votojnë? Jo, jo. Mirë, shumë mirë. Keni haruar popullin, o deputet, o ministra, o kryeministër, nëse na dëgjon dhe je në Shqipëri. Nuk dëgjon. Edhe për ishte këtu nuk dëgjon. Dhe teksa këta mendonin për shëndetin e kafshëve, që shumë mirë që mendojnë edhe për kafshët, keni haruar edhe shëndetin e popullit të thjeshtë. Shëndetin për shembull të mimozës. Mimoza? E cila vuan që në lindje nga problemet të rënda të shëndetit mendor dhe sot e kësaj dite ajo jeton e vetme. E braktisur nga ky shtet mes 4 mureve të shtëpisë së saj. Takfa ka udhëtuar në njësinë administrative Topoj dhe ndodhemi konkretisht në fshatin Seman të Fierit. Sot do të sillim në vëmendjen tuaj një rast i cili ngre alarmin për institucionet shtetërore lidhur me përballjen e sfidave më urgjente të kohëve moderne, atë të moshuarve me probleme shëndetësore. Mimoza Sollaku, 59 vjeçe, jeton e vetme në fshatin Seman, por vuan dhe nga problemet të shëndetit mendor. Unë quhem Miranda. Kam 4 vite që shtrim bas motrës. Më marrin telefon, iku motra këtej, ajde këtej. Pra motra ka lindur me problemet shëndetit mendor. Motra ime pasi vdiqën prindrit, është shënduar më shumë. Në shtëpinë time motra ka ndentur 6 muaj. Atje ajo u bë shumë keq, nuk donte të rrinte, do iki tek shtëpia. Erdha këtu. E prura motrën, ishte kjo komshia, hynte kjo. Moza, me kë jeton këtu? Vetëm. Çfarë bën vetëm? Ço pak, merr një bluzë. Prit të veshëm një bluzë. Prit. Moza, kush kujdeset për ty? Është njeri. Po kush të gatuan? Ajo një motra. Sa vjeçë jeti, Moza? Nuk më mend. Nuk e mban mend? Ja. Moza, ke punuar ndonjëherë ti? Ja. Me kë ke jetuar më përpara? Me mami.
Mami tani ka ndruar jetë? Ka dekur. Ajo kujdesej për ty? Ke frikë vetëm ti? Kam. Motra na thot që ti ikën natën në fier në këmbë. Ikën këmbë, ikën natën në këmbë në fierën të hala ime, edhe babit. Po pse ikën natën ti? Ikën në shtëpi, se më kryzot vetë në shtëpi unë. Çfarë të mungon ty mos? Të mirë. Të jesh mirë? Të kesh shëndet? Është kështu gjithmonë apo është tani për shkak të medikamenteve, ilaçeve që ka marrë? Motra mos të bente këtë gjilperën, nuk do ta gjejim në shtëpi. Do ikte ditë natë, kishte një ankth të papar, një britëm, unë e di edhe gjithë fshati që vinte trokiste në përportat. Dhe e shtrova në spital. E mbajta 3 javë, në 2 qershor unë e nxora në spital. Të këtij viti po flet. Ja, tani. Dhe doktoresha e Vlorës më dha këto 2 gjilpera, një e bëri pardje datën 16 dhe një e ka në datën 30. Për çfarë ka këtë? Që mos ketë atë fluksin, se zhvap tani që mos të bredhin, se unë nuk, Angela, nuk kam mundësi me që të vinë ditë natë. Ku jeton ti? Unë jetoj në një fshat afër plazhit. Ti jeton në një fshat tjetër? Po e zura autobusin mi, nuk e zura, unë të vi nuk kem. Një femër qaber, jashtë 1 vjeçe. Si ta le unë atë, unë e kam motor. Ju jeni komshia? Po, kemi vite që e mbajmë këte. Po që tani ka ngellur kështu njëri pa njëri e shkreta. Unë kam hyrë, kam dalë. Unë nuk e mbajnë dot motrën. Jo se nuk e dua me shpirt, më dhimë se të motra sa unë e ti, Angela. Po qa të bëjmë shumë, të ndahem nga burri apo nga fëmit. Motra nuk rri ati. Bërnë veprime të pa kontrolluara. Do shpinë e saj, dua shpinë time, thot. Dua të vdes, dua të shkoj te mama. Pse më bëri mama? Pse më la mama? Këto llafe, këtë radhë që mu smurti motra, që e çova në spital, u bëra, ta mirja motrën dhe të shkoja, se më thoshte do iki, do bytëm, thoshte motra. Ta mirja dhe motrën t'ikja t'hithëshja dhe unë me te. Nuk po e duroja do të me dhimbjen e saj, kam shumë frikë se mund t'a bëj një gjë. Ajo ikën dhe natën Varreza. Tani është në gjendjen e ilaçeve, që është aq e qetë, se po të vinjit para 3 javësh, ta shikonjit atë, do ishte katastrofë. Po mjekët këtu çfarë thonë? Mjekët vinjë mas e tensionin, me tension të lartë se të bredhësh gjithë vapën. Noza, apo ku po vete? Ikim nga shtëpia. Do ikësh nga shtëpia? Po pse? Kam qanë. Po ne ishim të gjitha aty brenda, pse do ikje ti? Të kam qanë motra, shpirti motrës. Mos lëviz nga shtëpia, se këtu kalojnë dhe makina. Është vapë dhe të bie të fik motra. Ti nuk duhet të dalësh. Del para makinave ti, para motorave hap krahët. Hajde shko te shtëpia, shtriu se është vap. Hajde se është vap shpirti motrës. Mos më bëj motrë të kemë rak. Mire? Kujdestari merr, meqense ti e nuk merr. Jo. 114.000 lekë merr motra. Për kem? Për vetëm kempjen. Ku ke shkuar për këtë problem? Unë kam vajtur dhe te komuna, kam vajtur dhe në këto, kur ka dalë motra në kempe këto gjera, dhe nuk më ka ndihmuar njëri. Çfarë kërkon nga emisioni Tak Fak? Unë kërkoj nga emisioni juaj që motra ime të vejnë në një vend të jetë e sigurt, në këto shtëpi sociale ose në një shtëpi pleqësh, ku të jetë e mundur. Është shumë gjendja e rënduar. Ska faj motra e gjorë, nuk ka faj. Ska faj. Sepse vetë me 1000 halle, 1000 probleme, nuk kujdeset dot për motrën e vetë. Por duhet kujdeseshin këta. Si që kujdesen, të gjitha vëndet europiane atje ku duam dhe ne të uruari të shkojmë, po nuk po shkojmë dot. Mirë, Dev, po kështu mos flit. Jo, ta them me sinqeritet. Ato kujdesen. Ato mendojnë për ne. Pra, në qoftë se ti po flet për ministra, për deputet, nuk është e vërtetë ajo që thua ti.
Kujdesen edhe? Këto se bëhen një kazan pastaj. Dhe ndoshta i ka shpëtuar ky rast. Jo, e kam për tjetër gjë. Ato kujdesen për popullit, si t'ja marrin dhe ato 200 lekë që i kanë ngel në xhep për vlla. A kupton apo jo? Mirë e ke Doris edhe ai kujdesësh. Kujdesesh? Edhe këta ka kujdes të veçantë madje për gjëra të tilla. Rekord në botë këto. Por ne ndryshe nga ju, o politikanë që duhet kujdeseni për hallet tuaja, ne kujdesemi për hallet e popullit. Interesohemi për fatin e të Gjorës në të gjitha institucionet që duhet ishin përgjigjur sot e kësaj dite. Po çfarë ka bërë njësia administrative Topoj lidhur me rastin e Mozës pas kërkesave të shumta që motra e saj ka bërë në këtë njësi? Kam ardhur me zonjën Miranda. Çfarë keni bërë ju si punonjës i shërbimit social tek njësia administrative lidhur me rast? Ne për mimozën jemi kujdesuar. I kemi dhënë ndihmë, po jo ndihmë për gjithmonë. Çfarë ndihme konkretisht? Për rast fesash nga 50.000 lekë shpërblim të vjetra, se këto janë mundësit. A ke kërkuar ti të bësh një kërkesë këtu për të gjendur një... E kemi bërë muhabetin, po ku do... Duke qenë e vetmuar dhe pa ndihmë, në gjenet të saj shëndetësore jo të mirë, ajo trajtohet edhe me kemp. Nga ana jonë ka dalë një sugjerim i tij që në rast se mundsohet zonja Mimoza të shkojë në shtëpinë e të moshuarve. A i keni thënë ju motrës për të plotësuar të dokumentat? Me kunatin e Mimozës kam komunikuar që të nisin procedurat në rast se edhe këta, sepse duhet patjetër një pjesëtar i familjes për ta ndihmuar, të nisim praktikën dokumentare, të komunikojmë, të bëjmë... Po pse nuk e keni nisur deri tani? Sepse akoma nuk është vendosur nga ana e të afërme të saj. Dakord, kemi folur, po a e pranojnë motrën me atë gjendje? Duhet që nga ana e motrës së saj të bëhet një kërkesë pranë shërbimit social në bashkinë Fier. Po këtu? Njësia administrative dhe pastaj ajo njësia e çon tek bashkia Fier. Pastaj do drejtoria e shërbimit social, drejtoria e shërbimit social ja përcjell. Ne bëjmë kërkesën që ti të strehosh motrën aty. Në momentin që nuk të merret aty, shërbimi social duhet të ketë disa politika që janë, nuk e di ju punonjësi, çfarë ndodhet në këto raste kur nuk e merr as azili? Mundësit tona në tjera nuk kemi. Alo. Përshëndetje zoti Agron. Përshëndetje. Mirë, si jeni? Unë jam Angela, jam gazetare Takfa, kam ardhur për rastin e një zonje e cila vuan nga problemet shëndetit mendor, por jeton dhe e vetmuar. Dhe doja të dija çfarë mund të bëjmë lidhur me këtë rast. Qendra rezidenciale për këtë moshë nuk ka dhe për këtë kategori. E vetmja mund të jetë që mjeku i familjes ta rekomandoj për në spitalin psikiatrik të Vlorës dhe ata i gjykojnë pasaj. Zonja ka qenë në Vlorë, e kuron 1 javë, 2 javë dhe nuk e mbajnë sepse nuk mund të mbajnë në spitalin psikiatrik të Vlorës. Ne së bashki nuk kemi qendra griptore, as qendra rezidenciale për këtë kategori. Po mjeku i përgjithshëm i qendrës shëndetësore në fshatin Seman, çfarë thot lidhur me rastin? Zonja Mimoza Sollaku, ose pacientja Mimoza Sollaku, vuan me një diagnozë të sëmundjes skizofrenisë. Prej shumë kohësh, unë madje kam gjetur me këtë diagnozë, kam 2 vite që punoj në këtë institucion. Gjatë kohës të verës, është shqetësuese për banorët për komunitetin e fshatit Seman. Kemi bashkë biseduar edhe me strukturat përkatëse të komunës për ta drejtuar në qendër rehabilitimi. Në gjendjen që ajo është, a është aftë të kujdeset për veten e saj? Nuk është aftë, gjendja e saj është përkeqësuar. Për rastin në fjalë emisionit Takfak do të verë në dieni edhe drejtorinë rajonale të shërbimit social shtetëror Degafier. Si jeni, unë jam Angela, jam gazetare tek emisioni Takfak në News 24.
Po, përshëndetje. Interesohem për rastin e një zonje e cila vuan nga problemet të shëndetit mendor, është 59 vjeç, jeton e vetmen, me vete ka motrën e cila nuk mundet dot të kujdeset për të, do të kërkoja nëse ju mundeni që së bashku të shkojmë të ta shohim gjendjen se si është ajo zonjë. Do merremi me sistemimin e rastit, sepse patjetër që rasti duhet referuar në Bashkinë e Fierit. A mund të vi nesër dhe të shkojmë bashkë? Po, patjetër. Së bashku me punonjësin social, ne tashmë do të shkojmë për në fshatin Seman për të parë dhe verifikuar rastin e zonjës Mimoza Sollaku. Si je sot? Mirë. Me doktori, thjesht ka ardhur për të përshëndetur. E një doktorin ti? Ja. Unë Moza, si ndje sot? Si je? Mirë. Mirë? Mirë. Ke pirë ilacet, Moza? Ja. Po pse, motra? Pse? Ja, shikon. Po buk e hëngër? Ja. Nuk të kanë dhënë as buk? Ja. Kështë japi? Gjendjen e konstatuam dhe nga afër, do të bisedojmë me kolegë dhe do marrim një vendim se çfarë do vendosë, po është absolutisht e padiskutueshme që zonjës do i ofrohen shërbime shtesë. E ka të domosdoshme praninë e një ndihmësi personal të përhershëm, i paguar nga shteti, nga buxheti i shtetit. Ka një fatkohor ardhja kësaj përgjigje nga drejtoria e përgjithshme? Po shumë shpejt. Do ta keni një përgjigje. Drejt qeveria, shteti që kemi, që lumë që e kemi. Se shtëpia me tjegla, qeveria me regla. Unë e kam ndryshe. Si? Unë e kam shtëpia me lesh, qeveria me presh. Bra! E gjithë kjo histori do vlerësohet, do cilësohet, do vulloset, do kopsitet nga komisioni. Komisioni, tha? Komisioni e vendos, Doro. Më fali sekund, që po bëjnë këto, po numërojnë votat? Shiko, theksoja zonja ka hal tjetër, nuk është se do bëhet kandidate për deputet. O, zotri! Doro, po, mbase, tani që e pan, që e gjora e ka që në lindje këtë gjë. Nuk ka nevoj për komision dhe ju të komisionit do të mblidhni komisionin dhe do të jepni hakun të gjorës. Ndigjo, ta sigurojnë që tani për momentin nuk janë këtu, se janë me pushime. E janë duke ngrënë, duke pirë, po ti thuj, kur t'ju ke shku barku ke goja në ato momente që s'keni qa bëni, mendoni pak për popullin e shkret. Po mendoni, politikantë dashur, e di si zgjidhet ky vend? Thjesht fare, ta doni popullin si çdoni votën, kaq. Denonconi në numrin tonë, në WhatsApp 068 900 90 50 dhe ne ju përgjigjemi tak fat. Ne dërgoni foto dhe video denoncuese. Ne ju japim hapësirën e duhur. Mirë po nëse vdiqa për të hangër. Mirë po të mylle. Të lutem, më fal se po e mbyll. Mbylla. Po qa pizza o lop që s'u ngope kur? Po qa ke porosit o vlla? Erdhën hallet e popullit tek numri jon tak faki telefonit? Se numri jon i telefonit 068 900 90 50. Shiko se ç'bëhet. Po? Gjendja e rrugës Hamdit Ceno i Meri tek liçeni vrapeve në kombinat Tiron. Po. Uj pishëm. Po? Derdhet rrugëve. Po, shumë mirë. Në për banesa, në për çezmat e shtëpive, nuk ka ujë. Po mi më qatë keqe ka më burri dheut. Doni t'ju vinë urat të zeza lartë. Por rini mos u qani o burri dheut. Shkoni poshtë, mblidhni ujnë, qojni lartë në për shtëpia. E thjesht fare, bravo. Mos u qani kot. Tani, ti e di që sa vjen vera, derdhen turistat, por derdhen edhe plerat rrugëve të Shqipërisë. Shikoj këto pamje se vin nga Elbasoni. E gjinon gjitha i Elbasoni. Edhe, Doro, këtë lagje, le themi e kanë emruar lagjja Skënderbej. Skënderbeun që e rrethuan turqit, tani e kanë rrethuar plerat. Se mos i kanë hedha ato nipat e Skënderbejës, se janë problematika ato. E tani nga plerat e Elbasonit, do shkojmë atje ku ka shumë me më shumë. Jo vetëm vënd grumbullime që 1-2 i vën zjarin. Po që?
por edhe nëpër lagjet e qytetit të Vlorës gjen vetëm plera. Shikoj këto pamje. Më fali sekond, pse ka pra plera në Vlorë? Sa dush. Se mos është një Ibiza kjo ore. Jo, jo në Vlorë. Mos është Madrita. Jo, mo Xhan. Në Vlorë jemi dhe shiko ku i kanë lënë, thotë zotëria, të kjo Vlora jon turistike dhe ngjit me kishën katolike. Një gjë më bën përshtypje mu. Sa herë hikën ky Rama për dreka darka në Vlorë, nuk ka plera më. O dori. Po normale më. Del vetë kryetari bashkisë i pastron se kanë parë me sytë e mi. Po na Vlora kthehemi prap në Tiranë ke Alidemi. Në Alidem po shikoj pak pamjet e kësaj çatije. Se nuk ka paqe ç'është e vërteta pa çati. Dhe ky zotnia na sjell pamjet e banesës së tij të mjerueshme, cop çatia, kur do bjerë sot, kur do bjerë nesër, e mbaruar, e lodhur. Kyçja e letbime? Po merre më shite bëhe pallat aty më burrë dheu. Të dy vllai me dy investitorë fuqishëm fare, që i kanë mirë marrëdhëniet edhe në bashkia dhe edhe këtij. Mirë vllai ty. Merre më shite bëhe pallat moth. Ty t'ka pas zoti me gjithat pasuri që t'ka dhënë edhe në Alidem, ti më shikon mu çatin. Po prandaj po them tani merren kot me detaj. Kemi më gjë tjetër të lutem shumë. Kemi një gjë shumë interesante. Lexoje pak të reklamën që ka dhënë zotnia. Mos sikur se lexoj dot jepi. K-A-M DJ-je. DJ. Ka për DJ. Po, shumë i sakt deri këtu, shumë i sakt. Kam përveç DJ-je ka edhe orkester. Orkester. Është si puna orkestrës, po është gjë tjetër. Është me sajdisje, me qop. Me sajdis. Ka edhe kasetafon. Ka qa? Kasetafon. Tha se ishin kasata. Mirë, kasetofonin duhet. Kasetafon, dori. Ka edhe bokse, pas ka edhe koputer. Koputer? është kompjuter, po është në formë puce, është kompjuter. Pra, me sa shoh unë pas ka gjitha ky. Të gjitha, vetëm shqipe nuk e ke. Nuk është problem bleje. Kurse ne i kemi të gjitha, o Xhan, dhe shijojnë o shqiptar, qyfyret që kemi përzgjedhur për sot. Mos shoku ton Andi Lilës. Po? Iku topi fare. Kush mori topin Andi Lilës? Jo, iku topi, do me thënë iku truri, a hoqën trurin ta. Përpara se të në këto muajt e fundit, pra, në raportet e me lojën që ka bërë. Do të them diçka ty personalisht, unë kam shumë respekt, por më duket sikur është bërë një emision për Ervin Bulkun dhe ne kemi ardhur me ngjyrë vini, domethënë. Lila, është një mungesë respekti që unë nuk ka prish emisionin që pike tani, po unë nuk vi më në këtë emision. E pas kanë acaru keq. E acaruan. Ti çka ke qeshtë më? Çka ka për qeshtu më? Ore çka ka për qeshur këtu? Megjithatë nuk ka asnjë problemi. Është hera ime e fundit që vitet këtë emision. Zgjedhje jotja kjo, por kam përshtypjen që lutem tani. Andi, jo, po vazhduan kështu ti ik. Ose ik, ose mos ik. Ose ik, ore. Dila të lutem, se po e banalizoj. Unë kam mendimin tim dhe mënyrën time të shprehurit, ndaj me mendimin tim. Po qesh pra, normal që të qesh. Unë s'do të qesh. Lila të lutem. Romina Ruda. Na kishte marr malli, po. E di ç'a thot? Ç'a thot, ajo thot gjëra shumë bukura. Jam single, thot, edhe kur jam e lidhur. Po si, më fal, edhe e lidhur, edhe e zgjidhur si bie kjo? Po kështu i bie. Askush mos heqë dorë se unë jam single dhe kur jam e lidhur. Po ja, kjo ishte e fortë. Si deklarat. Kjo ishte e fortë. Është fjalë i lirë. Do me thënë, vajza, edhe nëse është e lidhur, ti mund të futesh. Ku të futem, a? Në zemrën e saj, a? Të fut qatë tru të gomarit. Askush mos heqë dorë se unë jam single dhe kur jam e lidhur. E diti se si punojnë zhigolot? Po besoj të semafori, si ato gocat që dalin punojnë. Jo, e kanë ndryshe këta. Si e kanë këta, më? Lajen, vishen, kryen dhe me pushk në dorë, futen në pub, dhe aty e di se si e dallojnë atë gruan që do të punoj me këta? Po si, mos si? Ja. Shkon dhe për këto vendet e luksit, edhe ti vishesh, krekoses, qethesh, do me ti bësh gati apo stafat kastile vetëm për të gjuajtur. Ti shkon atje me pushk në dorë, vlla, edhe je kështu snajperist i vjetër. Si e kupton ti që ajo gruaja që aty që sheh përballë është për të gjë? Sepse duket që nga veshja. Është shumë e thjeshtë, pa ajo thjeshtësia ka erë, ka një erë
Leku. Erleku. Erleku. E ke parasysh ato lekët që printohen kështu në fillim fare që kanë një erë shumë të veçantë. E dalloka klientën se mban era lek? Po, era lek. Më fal, çfarë erë mban ky leku molla? Si kështu, e ke parasysh në verë? Aha. E ke parasysh qetullën? Atë erë mban leku, atë erë mbanin edhe këto gratë. Është shumë e thjeshtë, pa ajo thjeshtësia ka erë, ka një erë leku. Gjithë shqiptarët i hanë. Gjithë shqiptarët vdesin për to, vdesin. E di handi djele. Fasule. Bravo, vetëm kujdes, se po hëngre shumë fasule, ja ta thot Diori çfarë ndodh. Gjithë shqiptarët i pëlqejnë fasulet. Fasulet janë ushqimi i preferuar yni. Çfarë? Po bën porta shumë me fasule. Çfarë gjeti? Bën o të keqen vllai, bën shumë bën. Bën. Duhet hash më pak që të bësh më pak. E di, bëjnë të gjithë në shtëpi madje. Bën ti, bën mami, bën edhe babi. Po bën porta shumë me fasule. O po do pime do bëjmë qek, por deri nesër në mëngjes, o do pime Gjoni dhe Gjoni as raki. Do pi vetëm birë. Birë, qa birë se? Bira Korça vlla. O korçare, o hiç fare, o shqiptar. Ka që ishte tak, fak dhe për sot. Shihemi me çuditëra tjera. Hajde, shëndet e gëzuar. Gëzuar me vllajin, gëzuar me vllajin. Na staj disi çik tani Pime do bëjmë qek, por deri nesër në mëngjes, o do pime Gjoni dhe raki, o sa ti dali ujësi. O po do pime do bëjmë qek, por deri nesër në mëngjes, o do pime Gjoni dhe raki, o sa ti dali ujësi. Vodka një nga një